Vjolla Radimi, urime për detyrën e re si nga ish futbolliste e Vllaznisë, tashmë zëvendës trajnere. Po, faleminderit. Shpresoj që të bëj më të mirën për ekipin. Është një përgjegjësi më e madhe se lojtare të jesh trajnere. Pavarësisht se unë kam luajtur portiere dhe ka kanë përgjegjësi edhe ai pozicion, po besoj që trajneri ka më shumë përgjegjësi se do të jena afër ta në lojtarëve, do t'i mbështesim, do të japim më të mirën për ta. Dhe stafi drejtues më ka ofruar këtë mundësi dhe stafi teknik më kanë ndihmuar jashtë matchit edhe besoj që unë t'jap më të mirën. Do të punoni për krah dy emra më të njohur si trajneri i parë Nikolin Leka, se është futur në histori 11 kampion i Shqipërisë si individ, dhe Rexhepi Fabioli, trajneri juaj më i parëshëm i portierëve. Po, të dy ishin trajnerat mi, jam shumë e lumtur edhe jam shumë e fat që jam të punu me këtë staf. Dhe besoj që për krah profesor Nikolinit do të marr shumë, sepse është një trajner shumë i njohur, ka marrë shumë kupa, medalja dhe ka dhënë shumë për këtë ekip dhe besoj që Allon do të marrë një eksperiencë shumë mirë nga ai. Ke kanë pjesë e historisë lavdishme të Vllaznisë pozicione të ndryshme. Po. Si të kanë momentet të më të veçanta, kujtojmë që keni qenë edhe si na në fushë shpesh. Momentet e mia më të veçanta dini dhe ne isha më e bukur edhe më e vështirë dhe më e veçanta është ajo që unë kam luajtur shtatzan me djalin tim edhe mendoj që atë do ta cilësoj, po gjithsesi çdo neshë ka kanë e bukur me Vllaznin, çdo trofe, çdo medalje, çdo kupë kanë shumë të rëndësishme dhe shumë të bukura për mua dhe do t'i ruaj gjithmonë kujtesë në jetën time. Ky takon 6 vite më herët kur u shpallët kampion në Vllaznin, djalit është më rritur. Po. E ka mësuar këtë kujtim tuaj? Po, e kam mësuar dhe medaljen që unë kam marrë atë ditë, unë e kam ruajtur si një medalje të veçantë dhe ja kam ruajtur atij. Dhe këtë vit unë isha afër ekipit edhe do ta cilësoj që shkova me po neshën e Vllaznisë dhe djali jem morri një medalje tjetër nga presidenti i ekipit edhe ja dhurat dhe i tha që kjo medalje tha është për djalin tanë, tha që keni dhënë një kontribut të veçantë dhe këtë do t'ja dhuroj tha atij dhe unë kam medaljen e 2020-s dhe këtë medalje këtij vit që ja ka dhuruar presidenti që i ruajt djalit tim. Vitet bën punën e tyre pas djalit ka ardhur edhe vajza, tashmë djalë dhe vajzë në familjen tuaj do të jenë pjesë e futbollit apo ka pasion e tjetër? Atëherë unë do t'ja lënë dëshirën e tyre, pavarësisht se mua m'pëlqen shumë që ata të merren me sport, se sporti i edukon fëmijët dhe mua më pëlqen sporti normal për fëmijët e mi, por do t'ja lënë dëshirë të tyre. Në diçka për skuadrën, Porta, sa garanton me sa keni parë këto seancat e fundit? Po besoj që stafi drejtues ka bërë shumë mirë me çdo afrim që ka bërë dhe Porta, siç e shihni, janë dy portiere shumë të mira, është edhe një portiere e vogël shumë e talentuar dhe besoj që do t'japin më të mirën dhe ne shpresojmë që të marrim një kualifikim dhe pse jo të shkojmë më larg me ekipin, sepse i kemi tana mundësitë. Deri ku po të shkojë kjo Vllaznia? Po shpresojmë që të shkojmë deri në grupe ashtu si kena bërë një histori më përpara. Faleminderit. Faleminderit.